Sot shkolla jonë është vatër e dijes, edukimit dhe formimit të brezave të rinj, duke ofruar mundësi të barabarta për të gjithë nxënësit tonë. Në këtë përvjetor të dyfisht, përkulemi me respektin më të thellë para figurës së heroit të Kosovës, Ibrahim Mazreku. Ai nuk ishte vetëm një nxënës i kësaj shkolle. Ai ishte një bir i denjë i këtij vendi, i cili në momentet më të vështira të historisë zgjodhi sakrificën për lirinë, dignitetin dhe të ardhmen e popullit të tij. Antar të familjes të heroit të Kosovës, Ibrahim Mazreku, ndërruar përfaqësues të autoritetit të komunës së Malishevës, Bashkisë Islame, veteranë të shoqata veteranëve dhe shoqata e familjeve të dëshmorëve, komandanti policisë, drejtorisë shkollës, drejtorisë të pasë, përfaqësues të lartë, patriot, aktivist, komunës së Malishevës, familjarët të dëshmorëve, familjarë shoqë. Jemi sot bashkë në rikujtim të ngjarjeve të jashtëzakonshme për vetë komunën. Kam ndjenjën e veçantë që sot jem pranë jush në këtë manifestim përkujtimor dhe festiv, ku bashkohen dy ngjarje me rëndësi të veçantë për komunën tonë dhe për historinë tonë të lavdishme. 27 vjetori i rënies historike të heroit të Kosovës, Ibrahim Mazreku, dhe 80 vjetori i shkollës fillore dhe të mesme të ullet të cila mbanë me krenaritë e tëra. Kjo është një ditë që na mbledh jo vetëm për të kujtuar të kaluarën, por edhe për të reflektuar mbi vlerat tona, e cila është ndërtuar mbi këto vlera. Është një ditë që na fton të nderojmë sakrificën atyre që dhanë jetën për lirinë e Kosovës dhe njëkohësisht e vlerësojmë rolin e arsimit, por edhe të edukimit në këtë komunë. Të dashur pranishëm, jeta dhe vepra e heroit të Kosovës, Ibrahim Mazreku, përfaqëson në mënyrë më të drejtë idealin e një brezi që lirinë e udhëheut e vendosi mbi gjithçka. I lidhur me nënën nëntor vitin 1969, ai u rrit dhe u edukua në frymën e dashurisë për vendin. Këta vjet të dëshmorit Ibrahim Mazreku s'ka mundur vetëm të kujdeset bashkëshortja e dëshmorit. S'ka mundur vetëm. Por ka pas mbrapa e bashkë me ta vëllezërit, familjen e nderuar të respektuar të dëshmorit, siç është Bacireq, Refkiu, Sameu, të gjithë familja, e ngushtë e gjerë e dëshmorit Ibrahim Mazreku. Prandaj jemi të tillë dhe prandaj e them me krenari dhe me knatësi më të madhe që Lapusha dhe Malisheva ka qenë UÇK, është UÇK dhe do të jetë UÇK. Komuna e Malishevës është udhëhequr nga burrat e ndershëm që kanë qenë UÇK. Komuna e Malishevës udhëheqet nga një burr i ndershëm, po ashtu që është UÇK. E komuna e Malishevës do të udhëhiqet gjithherë e gjithmonë e përherë me UÇK, me djemtë e burrat e gotë e vojzat më të mira të këtij vendi. Prandaj Ibrahim Mazreku, i nderuar kryetari i komunës, të nderuar familjarë të dëshmorëve, veteranë dhe invalid, i nderuar komandanti i policisë, Gjerik Petar, drejtoresh e shkollës Ibrahim Mazreku, drejtoresh e arsimit komunën Malishevës, drejtoresh e kulturës dhe rinisë dhe sportit, të dashur, të respektuar prind, të dashur nxënës, derisa ishëm duke parë monologun e heroit të kombit Ibrahim Mazreku, na një pjesë dhe mund se tu i shohë drejt për drejt si ka qenë vija të frontit, po dhe vllavi ti Refia, në atë moment të pandeskësijës që e morë me dy qashorë Ibrahimi, më ngritin emocione shumë forta, sepse me po monologun si film, është pak ma but, pak ma let, po të apretoj sa ngjarje është bukur rëndë.
bukurën të më shenë shqyrtën i vlau dhe të vazhdosh idealin e ti. Ju shkolla Ibrahim Azreku, nësim bashkëtar të herojt e Kopit, që sot e ka përjetorin e pavdeksis, jemi krenar me të arriturat e juaja, me performancën e tyre nxënësve që e shohën për ditë vlera, sepse këta nxënës ta fëmijë janë e armja Kopit, janë krenaria shkollës Ibrahim Azreku. Mirë po, për në arën me kujtorën shtu, si veteranët e luftës që e patën fatën tjerë gjallë se shumica prej neve kishëm dëshiru të jemi në altarin e lirisë, po Zoti nuk e defti që tjetë i nderuari kryetari i komunës, i nderuari komandanti policisë, e nderuara drejtoresha e arsimit dhe drejtoresha e shkollës, të nderuar përfaqësues të Bashkisë Islame, të nderuar përfaqësues të OVL-ës, të nderuar të gjithë të praneshëm, të nderuar mësimdhënës, nxënës, prindër dhe të ftuar. Sot është një ditë e veçantë për shkollën tonë, për familjen tonë. Ndihemi të nderuar dhe krenar që kjo shkollë mbon emrin e familjarit tonë, herojit të Kosovës Ibrahim Azreku. Për ne kjo nuk është vetëm një kujtesë e sakrificës së tij, por edhe një përgjegjësi për të ruajtur vlerat për të cilat ai jetoi dhe dha gjithçka. Lirinë, atë dashurinë, dignitetin dhe përkushtimin ndaj vendit. Shkolla është vend ku ndërtohet e ardhmja. Jemi të bindur se nxënësit që mësojnë në këtë shkollë do të rriten me respektin për historinë, me dashuri për dijen dhe me vullnet për të shërbyer shoqërisë tonë. Në emër të familjes, ju falenderoj për respektin dhe kujdesin që tregoni duke ruajtur emrin dhe kujtimin e tij. Kjo na bën krenar dhe na jep forcë që sakrifica e dëshmorëve dhe herojëve tonë të mos harrohet kurrë. Uroj që kjo shkollë të vazhdojë të jetë votën e dijes, edukimit dhe suksesit për shumë breza që do të vijnë. Faleminderit nga zemra dhe urojmë ditë shkollës.